KLP-s që ta hetoj pse prokurori i çështjes e ka mbajtur çështjen dhe e aktivizoi në këtë ditë, pse prokurori i çështjes kur ka njoftim të qartë që Irena Gjoka nuk është detyruar fare neni 32 të dispozitës dhe fal aplikimit të qartë prokurori dhe këtë dokument e ka, këto janë dosjes tash, i ka dosje prokurorit. Janë pjesë e saj, qartë. Dhe këto janë çështje serioze në shtet formimi shqiptar dhe në atë që ne i quajmë drejtësi e reformuar. Dhe që kërkon saktësi deri në fund. Sepse elementë të tillë cënojnë rënd integritetin e sistemit drejtësisë dhe këta njerëz tashmë duhet të bëjnë objekt. Kjo Irena Gjoka. Irena Gjoka me këtë nuk duhet kaloj fare në LKPD. Fare. Ka dhe një deklarat që thonë pse nuk ka deklaruar të ndalimin në kufi. Nuk e ka patur detyrim ligjor. E po e them nuk e ka patur fare detyrim ligjor. Lere që themi. Pra e konsiderojnë dhe tjetë. Nuk është. E vetmja gjë që është pretenduar për të është mos deklarimi. Ajo s'është e dënuar.